Pardon My French. Kemi një yll, është Vesa Smolica, e cila është sot në Pardon My French. Mirë se vjen e dashur. Mirë se ju gjeta, o energji e mirë, edhe e bukur se duket. Dhe ka rëndësi që të ketë Po energji të reflektojmë mirë. bre me njëri tjetrin. Ka shumë rëndësi. Si ke qenë një herë, se dua ta bëj të parën këtë pyetje për të gjithë ata që vinë në studio, dua të di si jeni shpirtërisht, fizikisht. Shumë mirë që bën këtë pyetje. Ma mirë se kur, domethënë. Herë kalume që jam këtu, hala ma mirë, domethënë. Okej. Shumë mirë, po ndihem aktivitete muzikore, jam shumë aktive, jam shumë e lumtur që më ndikon, po produksione të reja, ka shumë këngë që kam punu, ndoshta e keni pa, ka shumë këngë që kam shkuar në studio të ndryshme, edhe singla dhe duete që do të dalin shumë shpejt, po do i diskutojmë. Se ti mendon se ne jemi interesuar për ty, ne pyetëm për horoskopin për ty, edhe më vesh do të shkonte shumë mirë. Pak kujdes me shëndetin, por e kishe të gjitha pikat perfekte. A di pse ka thonë pak kujdes me shëndetin? Se unë çaq shumë jam workaholic, domethënë punoj shumë edhe të kujdesesh për shëndetin. Edhe pse jam shumë e kujdesshme, shkoj në fitness çdo mëngjes, kujdesna për veten, për ushqimin, po kur të jesh në udhëtime gjatë gjithë kohës e ke pak vështirë. Më marrë me të pjesë. Shumë vërtet. A vetëm ajo gjëja ishte që stepej pas, po. Kështu që e di dhe Vesa që duhet të ketë pak më tepër kujdes. E rëndësishme është që ti në këtë fazë je në fazën tënde më të mirë produktive sa i përket karrierës, edhe është publikuar së fundmi Vetes me Faton Macula, kemi gënjeve që nuk na hiqet nga koka, domethënë, që kur është publikuar po virale, gjithandej është një super këngë, edhe është pritur mjaft mirë, edhe besoj që dhe ty vetë të ka dhënë dhe një spunto. Patjetër që po. Ka ndodhur krejt natyrshëm edhe me shpejtësinë e dritës do thoja, pa u mendu stërgjat, edhe mendoj që krejt artista duhen me provu që të sen. Mos me overthink, edhe me i lën gjanat me rrjedh vet. Ishte një moment i imi që unë isha të punu krejt në diçka tjetër, domethënë se ju e dini që kam kalu edhe te muzika popullore dhe isha fokusu krejt diçka tjetër dhe thash nuk du me investu një herë te artistike se ka kohë. Domethënë festivalit në fund vit. Edhe kur më vjen një thirrje prej Alban Kondit që mirëprita me shumë dashamirësi, unë i kam ndjek qyshe vogël West Side Family edhe ishte si ëndër e bë realitet për mu. I përshëndes qunat, më kam prit shumë mirë. Ndërkohë Miri nuk e dinte që unë do hyja në këngë. Ishe ti zëri. Po, isha unë zëri, edhe ku më po befasu atë, promovimi njëkohësisht ishte i bukur, po kënga u realizu, domethënë brenda javën tjetër u realizu klipi, nuk i kena dhënë shumë zër, po shkoj shumë lento. Ose ajo duket këngë si e mirë menduar, domethënë. Ata kanë mirë mendu, ata në kompozime, në tekste, domethënë e kanë mirë mendu, po unë ka shumë e gati. Faza fillestare ka qenë shumë interesante. Në fakt Albani e ka thënë, po dëgjoja një ditë radio dhe me sa duket po transmetoi një këngë jotja. Dhe ky është zëri që bën për këngë. Po, ju ka përshtat se ka qenë në kërkim të këngëtarëve, na dim që në shqiptari ka shumë zëra të bukur, edhe veç duhet me ditë me ja përshtat. Nëse i përshtat ti vokalet, edhe timbrin, po ngjyrën vokale. Ngjyra jote është e veçantë. Faleminderit. Edhe aty ju ka përshtat fiks për çat zhan muzikor edhe po besoj ka impakt edhe te publiku, që nuk e dim pse po të pëlqen kënga, po është kombinimi i ngjyrave të zërit. I zërave, i tekstit, është një këngë muzikore që të lë pak kështu si me pikpyetje. Tani po e këndoj për së brëndi dhe shisim bëhet mishi, sepse pjesa e refrenit në të vërtetë mua më pëlqen shumë, më duket shumë catchy, më duket shumë jo sezonale si këngë. Jo, nuk është sezonale. Më duket një këngë afatgjate. Afatgjate që do të ngelet në arkivat e muzikës shqiptare, po besoj. Siç ka ngelë çdo këngë West Side Family. Edhe sjell shumë ndryshe. Në këtë moment që jetojmë që komercializmi, nuk e di, sa mbylli dalin 3 këngë të tjera. E vërtet. Është një këngë që mendoj se do ngelet gjatë. E kemi pasi diskutim me Alban në momentin që më shku në studio, thash sot nuk ka një farë matësi në tregun muzikor shqiptar që mundesh me ditë a dhes kjo këngë artistike apo ajo kënga komerciale. E keni pak të lehtë, di pse se TikToku.
nëse ndez në TikTok si thon. Pra kesh po nëse e nxjerrim, po ne nuk e testum në atë formë dhe e kanë testuar në një tjetër formë. Goditën direkt në një ndër netët e Prime-it, kur qysh mos me dhes nga kur delën skenën e Big Brotherit bëhet super promovim ajo dihet. Në fakt ka qenë dhe një periudhë shumë e vështirë për Mirin, atë fazë edhe kur të ka parë ty që dole ishte, domethënë nuk e kisha parë aq të emocionuar gjatë gjithë atij rrugtimi. Edhe duket që të nesërmen, ja kam thënë dhe atij kur e kisha në studio, rastisa me disa vajza të cilat po udhtonin në makinë, kishin lënë xhamat hapur dhe e kishin këngën me volumin maksimum. Okej. Kënga do të jo vetëm që do të ecë dhe do të pëlqejet, po është asimiluar me prezantimin e parë. Dhe është shumë vështirë në fakt që një këngë të godas me prezantimin e saj të parë. Sidomos artistike nëse është, si duket ishin të gjithë elementët që u bën bashkë edhe po më duket që po e gjetëm momentin, kohën e dur edhe goditëm. Edhe është fakt që klikimet nuk e tregojnë suksesin e një këngë, se tash klikimet edhe mund të blehen edhe manovrohen disi. Po edhe unë kur ecja rrugës në Kosovë ose kur desha me makinë vet, e dëgjesha nëpër radio, nëpër makinat të tjerëve, e dëgjesha nëpër lokale. Është emocionuese besoj, kudo edhe që aty shpërndarja këngës anë mba në treva shqiptare, çaj është suksesi. Ai është suksesi, ne do të shkëputemi për shumë pak publicitet dhe rikthehemi me Vesën.